pse e fshihni kreu në organizatë kriminale Edi Ramën nga parlamenti? Pse ai nuk paraqitet në asnjë interpelancë? Pse turprohi nga veprat e tij dhe nuk e nxirrni, po pranoni tullëmotis në ato mbledhjet e asamblesë, çfarë donë e çfarë nuk donë? Pse nuk del këtu? Cila është arsyeja që e fshihni atë? 3 ditë më parë akuzuar në sallën e gjyqit ndën betim se ka porosit vrasje. E ndëgjuat ju këtë? Ka porosit vrasje. Jeni dëshmitar kur i thoshte tjetrit ta dim targen. Kur i thua tjetrit të di targen, do të thot të marrë nishan. Ta di targen, i thoshte. E ke personale, thoshte, e ke, i thot tjetrit personale. Ja që i del dëshmitarin gjyq tani i thot që ka porosit vrasje. Prandaj ka s'del këtu aj. A ekziston për këtë mazhorancë, për këtë pseudo-mazhorancë ligji konfliktit interesit? Jo. Me 3 vendime i ka dhënë vllau të vet 38.000 metër katror. Sarajet e tij janë me 8.400 metër katror. Obor, park, të deklaruara vetëm 4.000. Edhe ato nga tokë bujqësore të shtrura në kopsht. Me ajni, pse fshihni ju Edi Ramën? Si do të kaloni ju në këtë mënyrë? Mbaroj koha, zoti Berisha. Po mbaroj koha, ju lutem, ishte replik. Fjalia e fundit përfundoni, s'ka nevojë, s'ka nevojë. Përshëm, që ka porosit vrasje me te. Ne e thuj pak, zotëri, se është deklarat në betim, është dëshmi në betim ajo, para gjykatësit. Ajo, tani cili është, se ja ku janë, të ta gjejnë vetë se cili është. Ministri Brendshëm dhe... Të përfundoj një. Si u duket ju kjo? Nga një Irfan Azizi nga Berati. Si u duket ju kjo? Zoti Berisha mbaroj koha. A e kuptoni që keni një kryetar? Si u duket ju? Përfundoj koha, zoti Berisha. Fjalën e ka zonja Jorida Tabaku. Ju lutem lironi foltoren për zonjën Tabaku. Zonja Tabaku. Jo, nuk e hap.